Pamjet e protestës në Zvërnec fundjavën e kaluar tashmë kanë bërë xhiron e botës dhe janë kudo në media ndërkombëtare që duket se po i jep një vëmendje po aq sa edhe lufta në Iran apo dhe tituj të tjerë për shkak ndoshta edhe të emrave që përmenden, sidomos në projektin e Zvërnecit. Por pamja ku policia private në sy të policisë së shtetit përdori forcë dhe dhunë ndaj qytetarëve që kundërshtonin rrethimin e investimit në Bregdet pranë lagunës së Nartës, që është një zonë e mbrojtur, është tashmë virale. Protesta erdhi dhe u bë më masive dhe më e fortë në Tiranë përpara zyrës së kryeministrit, e dominuar nga të rinj dhe familje me fëmijë, me pankarta plot kreativitet ku dënohet arroganca, kërkohet transparencë, kërkohet largimi i kryeministrit i qeverisë dhe gjithashtu duket se tashmë po kërkohen edhe me një listë kërkesash të qarta. Besimi në elitën politike është në nivelet më të ulta historike dhe për herë të parë diaspora nuk po shikon nga larg me indiferencë, por duket se po organizohet njëkohësisht në disa qytete amerikane, të shtunën në New York, në Washington DC, në Boston. Sot me mua është një nga organizatorët e protestës së New Yorkut, Estela Fiora, e cila ka qenë shumë e ngarkuar me organizimin, por e falenderoj që gjeti kohë të flasë në Ilvatare Talks podcast. Estela, mirë se erdhe. Shumë faleminderit për ftesën dhe jam shumë e kënaqur që na ke dhënë mundësinë të flasim për këtë organizim dhe për protestën që do zhvillohet këtë të shtunë. Jemi përzemërsisht falënderues që na ke dhënë këtë platformë për të më mirë informuar protestuesit. Patjetër, këtu dua të ndalem. Si nisi si iniciativë, si u organizuat ju? Për çfarë po protestoni? Nisi si një mesazh shumë i thjeshtë mes meje dhe Jurgenit, i cili është organizatori tjetër. Dhe ishte thjesht një bisedë mes dy qytetarësh, të cilët donin të ndihmonin shqiptarët në Tiranë me këtë protestë. Munduam të kontaktonim me shoqata të tjera në Tiranë, por fatkeqësisht dhe në New York, por fatkeqësisht nuk patëm një përgjigje për të na ndihmuar. Dhe mbas këtij mesazhi që është dhënë vendosur mes me dhe Jurgenit, kemi krijuar grupin në WhatsApp ku na janë bashkuar shumë shqiptarë në New York, të rinj dhe moshatarë të ndryshëm. Ishte e vështirë marrja e lejes, procedura, plotësimi i tyre, më duket se e morët në kohë rekord, 24 orë, si ndodhi? Këtu në New York ka disa procedura, patjetër që duhen ndjekur. Në moment që ne të dy e pam që e gjithë kjo nisëm filloi të merrte përmasa shumë të mëdha, unë jam paraqitur vetë në komisariatin përkatës për të lajmëruar oficerët që po ndodh kjo protestë dhe që të jemi brenda këtyre kornizave ligjore. I kam informuar për nevojën e lejes, që të jemi dhe ne të gjithë të pastër dhe brenda 24 orëve oficeri na e ka dhënë këtë leje dhe jemi shumë falenderues ndaj oficerit, të gjithë komisariatit dhe all of NYPD për mbështetjen që na ka dhënë ne si organizatorë dhe të gjithë komunitetit shqiptar këtu në New York. Çfarë pritshmërish keni ju për pjesëmarrjen nesër dhe për mënyrën e protestës? Çfarë do thuhet aty? A keni biseduar, meqense jeni ti dhe Jurgen Buduri së bashku jeni bashkëorganizator, po keni një grup pune, është një grup WhatsApp-i, keni komunikuar çfarë do kërkohet në pankarta, a janë të lirë pjesëmarrësit protestuesit të thonë çfarë të duan? Si e keni menduar? A do të jetë një protestë që lidhet më shumë me kërkesat që kanë të rinj dhe ata që po protestojnë në Tiranë, që lidhet me Zvërnecin, që lidhet me transparencën, si e keni ideuar? Mendoj që është e rëndësishme që themi që është e lidhur me Zvërnecin, por gjithashtu dhe Rjollin dhe të gjitha zonat e mbrojtura në Shqipëri. Ne në grupin ton të WhatsApp-it dhe më vonë do të vijojnë të publikohen dhe tek Instagrami i Jurgenit, kemi lançuar një njoftim ku renditet të gjitha kërkesat tona dhe arsyeja pse është nisur kjo protestë. Dhe nëse më lejon të lexoj disa nga pikat kryesore, të lutem. Po kërkojmë mbrojtjen e ekosistemit Zvërnec-Nart, Rjollit dhe gjitha zonat natyrore që janë të rëndësishme dhe të mbrojtura në Shqipëri, shqyrtimi i kujdesshëm i ndryshimeve të ligjit të vitit 2024 që prekin zonat e mbrojtura, informimi i plot i qytetarëve dhe konsultim real me komunitetin dhe ekspertët përpara vendimeve me ndikime afatgjate dhe gjithashtu donim ta bënim qartë që jemi kundër politikave të vendit që deri më sot kanë treguar që nuk kanë qenë në shërbim të Shqipërisë dhe shqiptarëve për një kohë shumë gjatë. Estela, ti vetë çfarë formimi akademike? Unë jam një nxënëse e masterit, momentalisht studioj për drejtësinë ndërkombëtare, kam studiuar në New York, në Rom dhe në Vjenë.
dhe kam disa vite që po merrem me këtë punë, e kam nisur këtë iniciat me shumë dëshirë dhe është diçka shumë e rëndësishme për mua. E di që nuk ka shumë persona që do munden të ngrihen për të vazhduar një iniciativë për shkak se patjetër mund të ketë dhe pasoja, po ne si student, ne si të rinj, do të bëhemi të fortë, të mblidhemi dhe për të ngritur në kamp për të folur për ata që ndoshta i druhen këtyre problemeve dhe të jemi thjesht këtu për të suportuar qytetarët e Tiranës edhe të gjithë Shqipërisë. Ti je lindur rritur në Tiranë, nuk e ikur, dje ke ardhur në New York. Jo, kaq të rrjedhshme, kaq bukur. Jo, unë kam lindur në New York dhe jam rritur këtu, iki shumë shpesh në Shqipëri, ka qenë shumë e rëndësishme për prindrit tanë që të njohim se nga vim, dhe të dim për kulturën shqiptare, për historinë shqiptare dhe të dim që në fund të ditës gjaku ynë është shqiptar. Nuk e di, a keni pasur mundësi ta diskutoni dhe me organizatorët e tjerë, me Jurgenin dhe të tjerët që janë bashkuar. A i druheni frikës se një protest në New York, në zemër të New Yorkut, Manhattan apo në Washington DC edhe në shtetet të tjera, ju më thatë që do të kenë edhe pjesëmarrës që po vinë nga shtetet të tjera aty në New York. A i druheni faktit se kjo mund të shihet nga një pjesë e opinionit edhe këtu në Amerikë, po ndoshta edhe në vende të tjera si një proteste kundër investimeve amerikane, meqense në Zvërnec për shembull është i lidhur me investimin edhe Jared Kushner dhe Ivanka Trump? Shiko, patjetër është e vështirë. Edhe për ta thënë paraprakisht, duam të gjithë ta dinë që të krijosh një protestë të tillë në New York është ndryshe nga ajo që po bëhet në Shqipëri. Në New York kemi një larmishmëri shumë të madhe të personave që kanë bindje dhe ideologji të ndryshme politike dhe prandaj jemi munduar që gjithmonë të ndajmë njoftime për t'i informuar mbi këtë çështje dhe për t'u treguar që kjo protestë nuk është kur kundër investimeve në Shqipëri, ama kërkojmë investime të cilat janë transparente me popullin shqiptar dhe i vyejnë këtij kombi dhe këtij populli dhe këtyre qytetarëve për një të ardhme më të mirë. Dhe tani sa i përket lidhjeve të projektit me figurat njohura amerikane, kemi qenë qartë për këtë që nga dita e parë. Ne po procesojmë për këto shqiptar dhe duam që patjetër pankartat në munden, ky është sugjerim nga ne, të lidhen patjetër me figura politike të cilët janë të implikuar direkt me këtë investim që po ndodh, pra Jared Kushner dhe Ivanka Trump, por për sigurinë e protestuesve që janë aty, të mos lidhen drejt për drejt me një administratë amerikane e cila nuk ka një kontakt apo një link të drejt me këtë projektin, për mbarvajtjen e kësaj proteste dhe për të gjithë qytetarët që po mblidhen dhe po angazhohen për të na dalë krah neve. Esila, ti the Jurgeni dhe të rinjtë të tjerë që jeni bërë bashkë për të organizuar protestën e New Yorkut, a keni pasur komunikim me të rinjtë në Tiranë? A ka një koordinim mes jush apo me protestat të tjera në diasporë, në Europë do të zhvillohen nesër gjithashtu? Shiko, siç thash më parë, unë e kam nisur vetë me Jurgenin dhe ka qenë i vështirë organizimi patjetër, por fatmirësisht ka shumë të rinj vullnetar që na kanë dalë në krah dhe kanë qenë në kontakt me organizatorë të tjerë në Shqipëri dhe rreth të gjithë Europës, të cilët ndajnë sugjerime me njëri tjetrin apo dokumentacione apo çdo njoftim për ndryshime të situatës në Tiranë, në qeverinë e Shqipërisë apo kudo në mbar botën. A ju janë bashkuar organizatat ekzistuese në New York apo në shtetet tjera në këtë protestë, në organizimin e protestës? Shiko, siç e thash dhe paraprakisht, unë jam qytetare thjesht. Jam thjesht studente dhe me atë mundësi që pata, vendosa t'i shkruaj kujdo që munda. I kam shkruar shumë shoqatave këtu në New York, fatkeqësisht nuk kam marrë një përgjigje. Jurgeni ishte i vetmi që më doli dhe u munduaj që të më ndihmonte për të marrë këtë nisëm. Patjetër kemi patur dhe shumë vullnetarë të cilët kanë ofruar të na ndihmojnë financiarisht, por e kemi bërë të qartë që e gjithë kjo është punë vullnetare. Duam që arsyeja e kësaj proteste të mbetet e pastër dhe që mesazhi të deportohet dhe të kemi transparencë të plotë me të gjithë komunitetin tonë. Pra ju falenderoj dhe një herë këtu për të gjitha këto mesazhe dhe kemi dashamirësi shumë të madhe për ju, por duam që mesazhi të mbetet i qartë, i pastër dhe të qëllimi jon parsor është të ndihmojmë kombin tonë. Keni një përgjigje për ata apo për dyshime që mund të ketë se ka dhe figura politike nga Shqipëria që po ju mbështesin?
Po, patjetër. Shiko, unë dhe Jurgeni jemi munduar të jemi, siç e thash dhe më parë, transparent. Kemi dalë këtu me emrat ton, me imazhin ton dhe të gjithë dhe numrat e ton personal, me emailë dhe të gjithë kanë të drejtën të plot, i kemi informuar të na kontaktojnë privatisht apo të bëjmë kërkimet e tyre për neve si figura. Ne jemi të dy student dhe nuk kemi asnjë lloj lidhje me asnjë parti politike në Shqipëri. Prandaj donim ta bënim të gjithë qartë dhe janë të gjithë të lirë të na kontaktojnë privatisht nëse duan më shumë informacione mbi personazhit që ne jemi. E kemi marrë përsipër vetë të gjë edhe jemi të gatshëm për qenë totalisht transparent me ju. Estela, pyetja e fundit, më the pak përpara intervistës që ne nuk kemi asgjë për të humbur. Çfarë do të thotë kjo për ty? Shiko, ne u munduam të kontaktoheshim dash sepse me shumë keqardhje u zhgënjeva shumë nga figura publike në New York, nga figura publike në Shqipëri, këtu përfshirë gazetar, influencera apo ato që ne i kategorizojmë si VIP-a të Shqipërisë, të cilët kanë ndenjur në heshtje, një heshtje që vret nesër pas nesër dhe ne si student, ne si të rinj, s'kemi asgjë për të humbur dhe jemi shumë të lumtur që dhe në rast se kjo ka një replik mbi ne, jam plotësisht në paqe dhe jam krenare për këtë iniciativë që kemi marrë dhe e gatshme për të bërë çdo gjë për shtetin ton dhe për gjithë qytetarët e Shqipërisë, të Tiranës, të Zvërnecit, të Rjollit dhe të çdo qyteti në Shqipëri. Do të ketë protesta të tjera apo të merremi me të nesërme një herë dhe të shkojmë mbar ajo dhe pastaj do të flasim? Ja, shiko, në pjesë të organizimit ne munduar të bëjmë më të mirën tonë. Kemi pas kohë shumë të kufizuar dhe jemi marrë dhe me peticione. Në protestë nuk do të ketë peticione, nëse më lejon ta them, sepse nuk patëm kohën për të konfirmuar kredibilitetin e tyre dhe të personazheve që na i kanë dërguar këto. Më vonë do të ndahen me të gjithë mbasi ne kemi bërë verifikimet që duhen dhe në rast se qytetarët e kërkojnë, ne jemi gatshëm të përgatisim protestën e radhës. Estela Fiora, faleminderit shumë që gjete kohën të flasësh edhe ju uroj vërtet sukses në organizimin e protestës nesër dhe ta ngrini zërin për atë çfarë mendoni është më e drejta dhe më e mira për Shqipërinë.